Ky emision mbështetet nga Një nga sportet ekstreme më të pëlqyer në vendin tonë është off-road. Vetura është mjeti më i rëndësishëm në këtë sport, prandaj edhe të gjithë i modifikojnë ato dhe i përshtaten për terrene të vështira. Këtë ka bërë edhe Ilir Jashari. Ky xhep është i vitit 2002, Opel Frontera, është shkon me një motor 2.2 benzen, tash është me një motor 3.2 V6, me 900 të 2.2-shit a 3.2-shit, kombinim. Por që sa kohë merret me këtë sport? Po me këtë sport mirëna që 4 vite, e kom pasur një Opel tjetër, ajo shkon me 5 dyrë, dhe kom fillu me ngajt shkon me 2 dyrë, me 3 dyrë. Çfarë ka modifikuar në këtë veturë që ta bëjë të përshtatshme për sportet ekstreme? Po në këthon kom modifiku në motor dhe në menjaq dhe në tropat i ka të 2.2-shit, dizelit, me 900 të benzincit dhe gjysa e gjipit push është e gryn shasia, shine, është me ngjyrë kubit, kundër dryshkit, dhe tani pjesën e jashtme e kena bo me Raptor për i bish për mos më ngrit. Po ajo shkon me një motor 2.2 me 136 PS, ta shkon një motor 3.2 V6 me 204 PS. Sa ka shpenzuar deri tani? Po deri më tani o bol 8.500 euro krejt, deri që gjendet që peshin. Cilat në vun investimet për 8.500 euro? Çka të mund? Po shkon motorri, me njonqi, tropat, ngjyra, gumat i ka Stevenson, bandosht i ka Lethje. Por sa është i vështirë dhe i rrezikshëm ky sport? Kjo është një sport shumë i rrezikshëm, edhe shumë i shtrejt, por në këtë xhep e ngrej që vetë, sin defekte, sin krejtësana. Po kena me morë pjesë gara në Soharek, tash është një garë, edhe aty ma mërmena dhe të bojmë në i garë. Brendet e veturave që zgjedhen janë të ndryshme. Po kom vendus me Opel se e ka një motor të vetin, të fabrikës, dhe nuk është motor tjetër i tjere gjipa ose kera. E ka motorin të vetin, fabrikisht. Dhe për ata, më ka pëlqy kjo motor. A mendon të ardhmë në dorë me ndaj model tjetër, a bish me Opel? Ja ju, vetëm në Opel.